Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Manjola. Unë jam Marko. Dhe unë jam Joana, dhe si gjithmonë kena Elvisin, producentin ton mrapa kamerave. Sonde për ju, do në folë për një temë që është jo vetëm e dashtun për ne shqiptarët, por edhe pak delikate. Do flasim për fen. Fëmia dhe brezi i ri si po sillen me fen në pikpamjen që a besojnë, apo a njekon fen, a respektojnë fen, dhe a janë të devotshëm të respektojnë çfarë do lloj feje që janë. Është ajo pyetja se ndoshta me ndryshimin teknologjia, me rrjetet sociale, tham që kanë iku pak të tritë e sodit, edhe kisha thënë e marrim edhe pak për marrë, sepse pa me kenë quhesh je me kohën e vjetër, nuk je modern. Pra kena edhe një konflikt midis modernizmit edhe fesë. Unë nuk e besoj që nuk mundesh me kenë modern edhe me kenë fetar. Feja nuk të pengon me kenë fetar, apo me praktiku fen, si tu dëgjon? Njashtu është, edhe mendoj që fëmijët është si theti këto rrjete sociale kanë ndryshu shumë gjana, sepse në rrallë parë edhe na nuk kena të harxhuar shumë kohë me fëmijë ndoshta se sa kanë harxhu prin ton dikur me ne, edhe nuk jena ndoshta Një shembull i mirë? As shembull i mirë, nuk është puna veç fëmia, si është ajo shprehja, nuk ban çaj thu, po ban çaj shef. Po. Kështu që pyetja kishte me kena jena na shembull për fëmijët ton, sepse na nuk mundena me pretendu të fëmia nëse na vetë nuk kena të e praktiku ma ashtu ndoshta se kena praktiku dikur. Edhe tjetra është se ne dikur feja, jo ne personalisht, por feja është pa më shumë si diçka që duhet ba. Ja imponim, por ke len në një familje katolike, ke ken katolik a dasht me njek ato rritet e fesë katolike, ke len në një familje muslimane a dasht me bat njëjtën gjë. Tesh fëmijët e kanë pak ma atë lirin që munden me zgjell ndryshe, se kena shumë fëmijë, ka shumë tri që janë konvertu dhe kanë ndryshu. Pra është një kohë tjetër që jetojmë, edhe është një kohë që ja kanë kushtu ma shumë këtyne rrjeteve sociale se sa ati ushqimit shpirtënor që është feja. Por unë kisha thënë edhe brezi jonë, mu për veti më të parën, kur veka i herë, ato gjanët e besimit fetar temin, kam njerëz që thojnë mas i ven maj se mas kujtojnë që je e marrë. E kena pak atë gjykimin që nëse flet për Zotin, je problem. Nuk më duket se është një gjykim i sakt, por jo një herë kisha me thonë disa herë mosha jeme, po këtë dhe më thonë edhe rini. Në qoftë se një person i moshës teme më gjykon, atëherë kisha thënë sa gjykohet një ri për besimin ose për besimin që don me e pas, por nuk mundet me e pas për arsye të shoqënisë, sepse po më thotë shoqënia je me të vjetrën, apo ke probleme, nuk duhet më dash Zoti vetëm kur ke probleme. Zoti duhet si ishe mirë, si ishe keq. Nuk duhet mi u lut Zotit vetëm kur kena këta gjanat, ose pa me noldi qa e keqe, thojna, o Zot më ma. Po, kena dhe te që pse ma bane o Zot këtë gjallë. Nuk gjykohet Zoti, edhe rinia kujtoj është e influencume prej rrjeteve sociale, sepse ndoshta kisha thënë ma mirë e din qa ashtu noll në për TikTok, sepse ose për fejnë që praktikon. Unë mendoj një diçka tjetër, se brezi jem është i rritën paka shumë një atë kohë që janë hap kishat, janë hap xhamia në Shqipëni. Po. Brezi i prindve tonë s'kan pas kisha xhamia, pavarësisht se edina tanë janë festu fshehtas. Po. Okay? Tashti, rinia sotme nuk i ve faj rinia sotme pse nuk janë të fokusuar për shembull në fenë e tyne aq shumë sa duhet, sepse jo vetëm se s'më thonë jeta e përditshme është bën kaq moderne me këta rrjete sociale, Po. por në të njëjtën kohë edhe institucionet fetare
për mendimin tem, kanë kalu në një fazë tjetër, në një epokë të re. Pra, që dhe më thonë, edhe ata nuk janë ma institucionet që kanë dikur. Është një shprehje që thot, sa ma shumë i njoh institucionet fetare dhe i largohem institucionet fetare, aq ma shumë besoj në Zotin. Që do thot, nuk jam fal. Nuk bi dakord me këtë që the. Mos bie dakord, e kam fjalën që institucionet fetare janë për me mbledh shpirtin e njerëzve, zemrën e njerëzve së bashkut, okay? Po në të njëjtën kohë, në shumicën e rasteve, kena shumë raste që po kthehen edhe në biznes. T'jena sinqer. Por prapë se prapa janë shtëpia e Zotit. Zoti e ka lënë atë si shtëpinë e vet. Mandena se ç'a bajnë ato njerëz që janë aty që përfaqësojnë është nën pem, shtëpia e Zotit është nën gur, shtëpia e Zotit është mi gur, shtëpia e Zotit është kudo ku ti jesh në këtë botë. Ai Zoti që besojmë na, ku ka që besoj Krishtin, ka shku mu lut në tempull. Nuk ka shku, ka mujt mu lut edhe në te pema gjithkund, por ajo është shtëpia e Zotit, edhe pse ndoshta ato njerëz, si thati, ndoshta kanë fillu me ndryshu shumë gjana aty në shtëpinë e Zotit, ti shkon me atë njëjtin tan, nuk ka lidhje se ç'a bajnë këta njerëz tjerë që punojnë aty brenda ose që janë që predikojnë aty. Atë do të thonë bi dakord sepse gjithë secili e merr mkatin për veti. Sa është edhe ajo shprehja mas ban që bajone, por ban që thamone. Edhe në qoftë se këto institucione fetare dojnë me kthy në një biznes, e marrin për shpirt vet. Kisha thonë ke edhe shumë të ri, se s'mundena me vu domethënë që unë njoh në fakt të ri që janë shumë të dedikuar. Po. Edhe kisha thonë ndoshta jena në një ekstrem. Ke të ri që nuk besojnë, me thonë hiç, me thonë me gjyzonit në fakt hiç, edhe ke të ri që janë shumë të dedikuar. Ndoshta një prej arsyeve është se disa prej nesh nuk e praktikojmë sa kishim dashur. Unë mundohem me u referu te rinia shqiptare, sepse kjo ne na intereson. Shqiptare. Po na për rinia shqiptare po flasim për rinia shqiptare, po, është rini e shnosh që beson në Zot, edhe i njeh këta institucione. Sidomos këtu ku jena në Michigan, rinia shqiptare i njeh si të kisha, si të xhamia. E frekuentojnë dhe më thanë. Po, Mark, po në rrjetet sociale, unë po thamë, sa njerëz ke që venë postime për fejnë. Ke aq pak sa ide se ke. Edhe jo, në rrjetet sociale nuk ke nevojë me postu ti. Atëherë, për fe. No, po pse se pas kam nevojë, se nëse unë jam e lejueshme me vu për luftena, jam për urrëtjena, për shoqënina, për dashnina, ke i lejueshëm për të tana, po kena marrë për me vu për fe? Ja, nuk ka marrë. Nuk kena turp me bë diçka të keqe, me vu diçka të keqe, po kena turp për me fol publikisht për Zotin. Po. Atëherë për çfarë paske duhet me kenë. Por ashtu edhe kjo tjetra që po flasim për rrjetet sociale, ka dhe njerëz, edhe kjo nuk bi dakord edhe me këtë tjetrën, se gjithkush mund me postu ç'a don vetë, sepse kjo se ty nuk të pëlqen, është shumë e kollajt sa e ka lënë edhe s'ke nevojë me e pa. Por ka edhe shumë njerëz, cilët i njohim, edhe postojnë në për rrjetet sociale, ndoshta diçka që nuk e praktikojnë vetë. Në gjë, atë ajo në gjë noll, sepse çdo që e një njerëzore, tonë jena hipokrita. Nuk mundesh me më thënë një që nuk është hipokrit. Tjetër thojmë, tjetër thojmë edhe tjetër bëjmë. Po kena fjalën te feja. Te feja s'ke nevojë me vu aty në social media në kjo se ti nuk e praktikon a gjë, nuk me gabuga bën më miri. Puna është se nuk janë fjalët, janë veprat, është jeta që jetojmë, që është dëshmi e asaj që jena. Po e tregoj me vepra, por unë mund me thonë për njerëzit, në çdo qenie ke mbrana ty, ke edhe të mirën edhe të keqen. Kujdo na mi dhon me hangër, sepse nëse i kena mi dhon vetëm të keqes me hangër, vetëm keqja ka me na sunu. Nëse i japim vetëm të mirës, ka me sunu e mira. Mira është mi balancu, po kena shumë për njerëz që kur i thojnë majnë të keqen me biftek, edhe i sunon e keqja. Ashtë edhe aja që mund qofë se nuk jena asnjëni të Zot për me gjyku, por shumë prej nesh
thojmë tjetër edhe bajmë tjetër, por në qoftë se ti poston në rrjetet sociale për fen, gjykohesh se ke probleme mendore. Edhe ose je në një hall edhe nuk i japim të drejtë ose nuk i mirë kuptojmë njerëzit për çfarë po e vën këtë gjë. Po ata njerëz që gjykojnë për shkakun manjor këta nëse vend dikush diçka për fen rrjetet sociale, ata gjykojnë me vuçë do. Ja, jo, unë po them prej eksperiencës time. Për eksperiencën personale thotë. Po, domethënë kur unë kam vu për shembull një ditë ose 2 ditë, kam thënë mas vën sa është marrë. Atëherë pse ka marrë? Po jo, unë po them pra, po këto pra njerëzit që na rrethojnë, ka thënë një gjë të tillë. Pra, atëherë në qoftë se më thojnë mu, unë tham sa gjykohet njëri, edhe ndoshta ky, domethënë, jo, nuk është personale, një brez tjetër, i përkasim një brezi tjetër imagjinar i Po tham, pra, unë po tham, imagjino se sa gjykohet i riu, që mos e bën atë sa është marrë. Për çfarë na i thojmë një të riut ose një të vjetrit ose një të mesmit, as çdo moshë që janë, mos e bën sa është marrë. Pse ka feja marrë? Sepse nuk quhesh modern në qoftë se ti flet për fen. Quhesh me të vjetrën. Këtë po e tham unë që ka ndryshu mentaliteti, ne nuk i kuptojmë njerëzit kur flasin për fen që ndoshta kanë primend pasion. Unë mendoj që nuk ka ndryshu mentaliteti, ka ndryshu shpirti i njerëzve, se nëse nuk e ke në shpirt atë e ke edhe mentalitetin e tillë. Po nëse ti në shpirt njerëz ndryshe, ti nuk ke më gjykuar tjetrin për atë. Gjoan, që janë dy kategori njerëz. Një janë ata që e besojnë fen me mend, e disa e besojnë fen me shpirt. Pra, dikush beson në fe e në Zot me mene, dikush me shpirt. Unë këta që e beson me mene, nuk më pëlqen hiç. Pse? Sepse dikush thotë feja jeme është feja më e mirë, dikush thotë jo feja jeme është feja më e mirë. Unë mendoj diçka. Nuk kena të thonë kush është më mirë edhe kush është. Ne do të thonë cila feja është ajo, cila kjo tjetra. Gjykimi që i bën njerëzve sepse ka shumë njerëz që kanë kaluar shumë gjë. Kanë këta probleme pra, rinia distancohet, sepse nuk dhe me kriju konflikt midis shoqërisë. Unë nuk tham, Fali sekond, se të du me folur 2 minuta, mas të preni. Unë gjithmonë flas për ne shqiptar. Ba me ime apo në Shqipni, apo në Kosovë, apo në Maqedoni, 90% xhamijeve janë bame me pare të ardhën prej Arabijet. Pra është financume ja punë, janë të jafut në kërë fëmijëve, duhet me kënë kështu, duhet me kënë musliman kështu, duhet me kënë musliman. Okay. Ose kishat vinë me fonde prej Vatikanit. Pra edhe këta bajnë punën e vetë, edhe fëmija e shofin se nuk den ai me pas një presion me e marrë fen me zërë. Kështu që unë mendoj që rinia shqiptare duhet çfarë të lloj besimi, sepse të jesh një kristian i mirë duhet të jesh musliman i mirë, të jesh një musliman i mirë duhet të jesh një kristian i mirë. Pra të tana finat janë paralele, po takohen te Zoti. Unë mendoj që një djalë i ri ose një vajzë e re, nëse ata nuk kanë një shpirtnisht, këtë kanë. As më shkon kish, as më shkon xhami, sepse feja dhe Zoti është e shpirtit, nuk është e trupit. Kurse unë tham për rinin, përgjithësinë më të madhe e ka brezi tjetër, sepse rinia nuk dën fjalë, nuk dën me i thonë se si bëhen gjanat. Rinia dën shembuj, sepse nuk mundesh me trashëgu fen me fjalë. Fen ti e trashëgon në mënyrën se si jeton. Po. Kështu që fëmijët sot, na po flasim për fëmijët, po ka si ta dhe Manjola, ka dhe shumë rini që janë shumë të devotshëm, ka shumë rini që e praktikojnë fen ashtu si duhet, bile ka dhe rini që e praktikojnë fen edhe ma shumë se disa tjerë që ndoshta kanë jetu me fen për kohë më të gjatë në jetën e tyre. Kështu që ka nëjna të marrë disa për rinisë shqiptare, por në përgjithësi, sidomos këtu në Michigan, për shembull se ne kena si thënë, kena kishën, xhamin, unë e di për kishat që shkojnë shumë rini. Sidomos këtu që e kena ditën e dile mas dite, është mesha për rinin, ma shumë. Kështu që shkojnë, por prep se prep, unë besoj që shembulli jepet qysh në shtëpi.
Aty fillan, aty është ai themeli. Edhe jo t'u ja dhanë shembullin t'u I thonë që beso këtë fe ose Zotin ose këtë ose atë, por shembullin me vepra, se si e jeton ti jetën tënde edhe si e praktikon ti fen tënde me vepra. Dhe pa imponim. No, me imponim nuk është fe, se s'mundesh me thonë që në qoftë se unë tham ke me ken I këtë fe, s'ke rrugë tjetër, s'mundesh me thonë që je asaj fejet, sepse nuk e nlihen në zemër. Feja është një gjë që nlihet në zemër dhe jo ajo që më ka thënë nana dhe baba. Por kur rritesh në një familje me atë lloj feje, cila do lloj feje të jetë, normalisht që atë ke mendim më shumë. Në kushte normale. Ndoshta komplet ndryshon në të ardhmen merr një drejtim tjetër, sepse unë kisha thënë ka dhe shumë të rinj që sot quhet ajo që kanë lënë, domethënë as njënën fe, as tjetrën, edhe quhet non-domination që nuk I përkasin as njënës as tjetër, ose s'ke emër, nuk janë të me titull, nuk kanë edhe e gjejnë veten aty më shumë. Në fund të fundit është se kush je. A je I mirë apo je I keq? Nuk ka rëndësi në fund të ditës, nuk ka rëndësi feja. Feja nuk të bën asnjëri më të mirë, asnjëri më të keq. Në qoftë se I njeh rregullat, normalisht ka me të bëjë më të mirë, sepse s'mundet me të bëjë më keq. Por sa njerëz e keq që për shembull I thojnë ndoshta fëmis, po thojmë se I malli është më ndryshe që mas e bën këtë gjë sepse me fej gjëkohesh ose diçka, nuk duhet edhe fëmia ose rinia mas me e bë diçka të pas frikë. Duhet edhe me kuptu që pse s'duhet për me bë, jo thjesht frikë. Ajo, domethënë, njeri është I kurdisun për me pas vetëm domethënë mas mi bë gjanat kur ke frikë. Edhe domethënë frika e Zotit është ajo që I man larg ndoshta prej një mëkati. Kurse unë mendoj kështu, më mirë se me pas frikë Zotin, pse mos me thanë bane sepse Ishto e respekton Zotin, ishto e dën Zotin, ishto I shprehti Zotit. Respekto, po ajo është, respekto ato ligje. Fjala frikës, po e bëj se po në diçka. Për çfarë nuk e thejmë ligjin, se kena frikë, ligjin, pse nuk e bëjmë, pse nuk e vjellim për një gjë, sepse na kap ligji. E kena prej friket. Po them edhe një herë, një shumë prind kur ja transmetojnë fen fëmis, duhet edhe me ditë si me ja transmetu. Jo me ja transmetu sikur na jena I përkasim saj feje dhe ti nuk mundesh me e bëj gjë të tillë sepse feja jo nuk na lejon. Jo më po duhet më ja shpjegoj një herë që kjo është gabim, pse është gabim, edhe mandena vijnë këto gjëra të tjera. Po mendoj që feja, sidomos në rini, luan një rol shumë të rëndësishëm sepse në edukimin e fëmijës. Bëmi I parë fenat më të mëdha në botë që janë kristianizmi edhe islami, predikojnë dhe mësojnë fëmijë që të edukohen me moral, të edukohen me dash familjen, me dash shoqnin, mas me vra, mas me vjall, mas me bë punë qia. Pra e ka moralin me, e ka të mirën e vetë me. Edhe rinia më marrëmeja kishte me marrë shumë prej fesë. Edhe sepse me kalimin e kohës të bësh shpirtnore. Kur të bësh shpirtnore, mandena të duket sikur është pjesë e jotja. Nuk është vetë se e din fen me lexu Kur'anin ose me lexu Biblën. E nnin. Është besimi që është besimi. E kur njëri arrin në atë nivel që ta ketë besimin tamam të fortë në shpirtin e vet, atje ku pak shumë njerëz mundën me shku. Po është edhe aja që në qoftë se janë të thym për jetës, prej shumë arsyeve, se sa është vetëm një arsye, kthejna ka Zoti. Kur jena me copa komplet. Pak njerëz janë, ose ata që kanë besimin e plot, janë ka Zoti edhe kur janë mirë. Shumë njerëzit kthehen o Zot, kjo gjë ose ajo gjë, e jo kur e kanë çdo gjë të shku perfekte, nuk para thojmë që o Zot çdo gjë është perfekte. Në libra fetar thohet që edhe na kur harrojmë Zotin, Zoti nuk na harron ne. Edhe kur na mendojmë se Zoti na ka harru, Zotin e kena afër nesh. Pra na nuk duhet gjithmonë
Me u lut Zotit sa herë që kena hall, kena një smundje, kena një problem. Sepse Zoti i din lutjet përpara se na me u lut. Por na duhet, edhe fëmia, edhe rinia duhet me besu në Zot përpara se të ketë nevojë Zotin, ta dash me Zotin, mandena me kërku lutje Zotit. Por që është pra që i mon këtë të rritë? Po, mendoj se rinia Marko tha parë që nga që janë këto rrjetet sociale, këto kanë fillu pak me u largu se rinia nuk shpenzon shumë kohë. Për një atë kanë fajta rrjetet sociale. Në fakt me rrjetet sociale, rinia ka ma akses me ditë ma shumë. Po. Pra, ata që në ndoshta kina mësu 5-6 gjana, këta munden me mësu 500 gjana, sepse munden me e kërkuj diçka edhe i del informacioni aty. Kështu që këta e kanë mundësin. Puna është a njën edhe a kanë dëshiren, sepse mundësia sot është ma mallë, një e para, jetojmë në vende që feja është e lirë, sepse këja la vende në botë që vazhdojnë edhe bajnë lufta për fejnë. Edhe plus tjetra është që edhe njëherë kanë informacionin që munden me marrë, kështu që puna është që a dojnë këta, sa dëshirë kanë, edhe çfarë shembuj kanë në shtëpi ose në shoqëni, sepse edhe ajo luan rol. Në qoftë se një fëmijë i përket një shoqënisë që vjen për disa familjeve që ata janë familje që nuk i përkasin ose praktikojnë një fe, atëherë edhe ata fëmijë do të rriten në atë mënyrë dhe do të transmetojnë ajo. Kështu që janë shumë gjëra që ndikojnë, por nuk është ajo justifikim pse janë rrjetet sociale, fëmija sot ndoshta nuk praktikojnë ose janë largu më shumë prej Zotit. Ata në fakt kanë mundësi mu afru edhe më shumë sepse kanë më shumë informacion. Ke edhe për aty në trive se unë për veti i njeku shumë këto faqet fetare, edhe pse gjykohem, edhe i adhuroj në fakt të rit, ka shumë të ri që i kanë hap, edhe marrin në fakt do ta kthej komplet, kena shenjtin e fundit që u ba i fesë katolike, që ishte Carlos, që u ba shenjt 14 vjeç, se diq, sepse ajo mundu qysh i vogël për me hapë fejnë me internetin. Pra, u shpall shenjt, sepse hini në internet për me hap fjalën e Zotit. Kështu që kjo është në fakt një motiv që nuk është marrë për me hap fjalën e Zotit edhe në për internete, edhe pse kena frikë për me e njek një faqe fetare, si mas na shofin se duhet mu qujt modern, edhe mos i jep kërkujt mundësin për me të nalë, për me ba atë që është e duhun, edhe atë që e nhin. Jo pse nuk e nhin, por për atë që e nhin, mos i japim, mos ta ushqejm të keqin të thonë që rrini larg Zotit, po ta ushqejm anën e mirë që thot afroju Zotit, edhe mos ke marrë për me hap fjalën e Zotit. Çfarë do feje që je, hape fjalën e Zotit, edhe mos i lën të keqin me të ba të veshje, me thonë që si po mundë me sabotu këtë njëri që hap fjalën e Zotit, edhe mos me suportu atë që hap fjalën e Zotit. Unë mendoj që me këta rrjetet sociale tash është ba ma e kollajt për me hap çfarë me postu çfarë do na vet, por mendoj ata dikur që s'kan pas rrjetet sociale, ata që kanë ditë se si me transmetu fjalën e Zotit, ndoshta edhe me një shikim, po misionarët, po që kanë dhënë jetën, në përbot, sepse s'ka pas rrjete sociale atëherë. Që kanë dhënë jetën, edhe nuk është të thënën që ti duhet me shku në rrjetet sociale, ti mundesh mos e pas hiç rrjetet sociale dhe me kanë shumë ma fetari devotshëm se sa dikush që ka rrjetet sociale. Po, nuk është të thënën se duhet me i pas këta rrjetet sociale, mundesh nuk është pika për me pas rrjetet sociale, por në qoftë se këto të rit nuk shkojnë në kisha ose në xhami ose në institucionin e fesë të tyne, por nuk ke njëri sot, as të ri, as të vogël, kisha thënë edhe 3 vjeçja është në rrjetet sociale. Edhe në qoftë se ky mjet është
në durt e gjithkujt, edhe kur vjen puna me thonë që ja po shkon në institucion fetar, thot ama s'kam kohë, por ama ke kohë për mendje aty. Në qoftë se kjo është i vetmja mënyrë për me hap fjalën e Zotit, sepse është vetëm një Zot. Po i kuj është faji pra, për shembull, për fëmin? Për fëmin është kjo pra, gjykimi që japim. Gjykimi edhe në që nuk është edhe si familje, edhe familja ka të nuk i thot, nuk e shtyn, nuk e praktikon, ose hajtë se është me 2 vjetren, hajtë se s'ke nevojë për me shku në kishë, rëndësi ka me kenë për me dit, për fen, çfarë do feje që ti përkasësh, nuk është marrë dhe nuk është turp. Edhe me përhap fen, edhe në rrjetet sociale, nuk është marrë, nuk është turp. Është një gjë mirë manjol, mendoj që vazhdon rinia edhe brezi i ri me të shiguat harmoninë fetare që kena pa gjithmonë kalumen në shqiptar, pavarësisht çfarë feje i përket, rinia jon gjithmonë është bashkë në për festa, në për darka, në për mramje, në për rruga, në për shkolla, edhe kja është gjë mirë, edhe për me diftu, për me thënë dhe herë se si duhet rinjë që me influencu rinjë të feja, është shumë rëndësishme që prifrit, apo edhe hoxhallarët, me di si me prediku që mi marrë këta fëmi, mi këthy ka ana e fesë. Sepse predikimet ka herë, unë i kam vure, bëhen të bezdishme, bëhen monotone, e njëta lexim Biblit, e njëti lexim Kuranit, duhet me shpjegu Zotin i fije në mënyrë më inteligjente, më të bukur, më të omël, sepse edhe njerëzit sot nuk janë njerëzit e shekullit 18, shekullit 17, 15, janë më të zhvilluar, janë më inteligjenca, e kuptojnë se Zoti është më i madh se kena menduar. Dhe është në dorën e priftërinjve dhe të hoxhallarëve që t'i afrojnë të rini, t'i bajnë për veti, edhe në të njëjtën kohë, si kanë bërë gjithmonë, ti të regojnë se jena tanë vlazen e jetojmë tanë bashkarisht në një harmoni të plotë. Unë nuk bi dakord me ty, për arsyen që thuti t'ja bajmë trive më të mirë. Na nuk mundena me alteru fen që mi pëlqy triut. Fen, në qoftë se do e pëlqesh ashtu si është, se po lexojmë Biblën kaq shumë edhe po mërzitem. Jo. Bibla kjo është Bibla, Kurani kjo është Kurani. Nuk kena me ndryshu fjalën e Zotit se hajde këtyne se është zbut feja sot, nuk është zbut asnjëherë në histori. Kështu që kjo është opinion personal, nuk mundë me thonë në hajde të zbusim tesh edhe ti marrim të më të mirë. Fjala Zotit është fjala Zotit edhe opinion, po më the po të kundërshtoj, tash më duhet të dalla një farë përgjigje. Ma jep. Ke dhe që më kundërshton. Unë nuk thash me ndryshu as fjalët e Kuranit, as fjalët e Biblës. Unë thash mënyra se si e predikojnë. Mas mu basi roboti që thjesht çka ki lexu mund ka baba ki me shku 2 herë në kish të një kish të një kish tjetër, edhe më ka lexu gjithmonë veç Eva Adami. Ja, rinia dani ka horizontin më të madh. Këtë kam unë nuk them në shufjat e Biblës as Kuranit, por me amush pra në rini se mi afru nga kisha që ti largoj nga droga, ti largoj nga vrasja, ti largoj nga përdhonimet, nga porçësia, atë ka ndorë prifti edhe hoxha. Tash unë deri në një farë piket e kuptoj që jo të tanë janë të gojë, sepse mundesh mu bë prift se ka me pasion ose hoxh, sepse e don Zotin, po s'do të thotë që je i gojës. I shprehun orator për me e prediku që me ma knaq veshin mu, po atë që ma knaq mu s'ta knaq ty. Kështu që ka i herë thik me 2 presa, sepse unë ndoshta kur ta një filanin, tham, sa bukur predikon. Nërsa, kur e një ti thu, s'mund ta një me vesh. Ndoshta një tjetër që ty të pëlqen, s'mund ta një me vesh. Kështu që për mi pëlqy ta në veshve, është pak e vështirë. Për shembull, unë mund me thënë diçka për fen katolike, se jam katolik, kur kam shku në kish me qindra herë, edhe me thënë dhe të më pëlqen mjëra si qohet mesha, por nuk jam dakord kur thohet mesha me këngë. Dhe me thënë, lexohet Bibla me muzikë. Nuk lexohet me muzikë, lexohen këngë. Jo, lexohen këngë midis pjesëve, është... Po jo, më ka taku me shkuën mesha këngë. Varet ose janë festa ose varet sepse varet kur ti shku ose më shumë për festa. Dorën e këtyne klerikëve që me afrurinin afër fesë sepse feja është ushqim. Okej. Ja ke pa një film
I'm sure që e ki pa me ja harrova hupi si e ka ajo Se kam pa pra. Sister Act e ka me atë aktoren ja harrova hupi kujto e ka mi emrin edhe nuk ishte ajo ishte në fakt dancer në Las Vegas edhe po ju Morgesh? Po, që u ba Morgesh. Si ka shqip? Morgesha Gazmore. Morgesha Gazmore, po, filmi Morgesha Gazmore, dhe kjo i kthevi të rit të knu. Kështu që i nuk ka gjithmonë keq për i hoqi këto të rit, ata që ishin në rruga, që ishin në rrugat që ju kthy ka Zoti, ju mush kisha plot vetëm të knu. Kështu që ju gjithmonë të knu është keq. Nuk sa mirë. Edhe i largovi fëmijët prej rrugëve. Kur çohet mesha një sahat të knu. Kaq. Ishte e mendimi jem. Po, ky filmi, në bazë të filmit, ajo i hoqi fëmijët prej rrugëve, tu bë me kënime. Po, është interesant që duhet me diftu, domethënë me ja tregu edhe shikuesve tonë se kena në tonë botën, emigrantat në Michigan, se flasim tash që shohim, Po. Fëmijët e emigrantave në Michigan për të marrë zot janë tamam fëmijët bekum se ba me shku te xhamia ku e dinë ku është me shku te dy kishat katolike edhe te kisha ortodokse me të kënos shpirti çfarë i njihet sa bukur shkojnë e luten e falen shumë e vërtet është prej me muhabit edhe nuk ka sa është merita e prindve se nuk mendoj që prind i imponon edhe me shku po është merita atyne personale, fëmijëve tonë që shkojnë e luten edhe dashti malli Zot e vazhdojnë brez mas brezi se me ju lut Zotit është gjaja ma mirë që mundesh me bap me ushqy shpirtin tënd, me dash Zotin është jeta ma qetë edhe mendoj se edhe fëmijët tonë kanë me pas ma qetë. Para se me mos e di se kena edhe 30 sekondë, por se kur hapet kjo temë Jo kjo temë, të tana temat ne i treves na myllet goja, shqyqyrë Zoti. Fitni për vedi ju. Falë, veç mu e marrës na myllet goja, jena na qerrana, por kur në gjatë kreshmeve në fakt, pash një vajzë shumë të re, dhe mundë me thonë që nuk e ka të influencume prej familjes, edhe kur e mora vesh i ofrova një kështu pije edhe më tha jo tha se jam në kreshme edhe të mushet shpirti plot kur e shef një vajzë aq të re që i manë aq strikte edhe po kena një rini fantastike edhe kur dan me beson sepse e në zemër, jo se të tha nana as baba, as Manjola, as Marko, që nuk bim kur dakord se që thojmë në dy. Gjithashtu, 2% të tanëve që na keni njek, oraj që dashnia e Zotit tjetë me ju në çdo hap të familjes tuaj dhe një diçka du me shtu, mos të lejojmë atë përqinjen e vogël të çfarë do feje që tjetë, atë përqinjen ekstremiste që monohet me ullë fene tjetët ose fene tjetët, sepse në fundit jena tanë bitë e Zotit, jena tanë shqiptar, e tanë kena një Zot. Kurse unë deshta me myllë, se ka myllë ka herë me i shprejhe, edhe deshta me thanë që ka shumë njerëz që flasin për parajsin gjithmonë, edhe i shkelin njerëz këtu në tokë pa mëshirë. Aja ishte myllja fantastike, Zoti nuk shgënjen kërkanin. I miri gjithmonë vonë, e di që ja tham shumë herë, por është e vërtetume që i miri, nërsa i keqi gjithmonë të fluturu ose me flamur në dorë që ja mone. Kështu që i miri vonë për shpërblehet. As diskutohet, thash pra Zoti nuk harran kurrë. Ashtë ja edhe kena pas edhe shprehjen tonë shqiptare, Zoti vonon, por nuk harran. Kështu që kur mos të dhimet ajo e mira që ban, edhe në qofë se je ma i keqi i gjykum prej njerësve, s'ka problem, rëndësi ka se që është midis tejet edhe Zotit. Kur ti kesh ata dy zemrat e pastërta, tjertë pak rëndësi ka se që thojnë edhe se që bajnë. Prej mu Manjolës, ju du shumë, kaloshi mramje, mjes, dark, misdit, masdite që do që atjet ja kaloshi sa ma bukur. Miropashim në episodit tjetër. Miropashim.